Po si që pam, dhe me thonë, sot u shpall gjykimi kundër Zoran Vukotić, ku për një prej pikave të aktakuzës u shpall fajtor dhe u dënu me dënim prej 15 vitesh, ndërsa për aktakuzat tjera u liru duke përfshirë edhe rastin e dhunës seksuale. Trupi gjykus në shpalljen e gjykimit konstatoi që viktima ka dëshmuar që ka qenë viktime e dhunës seksuale, ka përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës, mirë po në mungesë të provave e liroi nga akuza Zoran Vukotić për rastin e dhunimit. Sigurisht që janë mjetet ligjore që ne do të vazhdojmë, sigurisht nuk do të ndalemi me kaq, ne me të vërtetë nuk e kemi prit një vendim të tillë të gjykatës, sepse mbjetuara dhunës seksuale ka dëshmuar gjatë procesit gjyqësor, ka dhënë dëshminë e saj, ka përgjigj të gjitha pyetjeve, ka qenë aq e besueshme domethënë në deklaratën e saj ku e ka përshkruar në mënyrë të detajuar se si ka rrjedhë domethënë gjithë rasti. Edhe ka identifikuar dhe ka qenë e bindur edhe gjatë procesit gjyqësor që Zoran Vukotić ka qenë dhunuesi i saj. Bazuar në standardet ndërkombëtare ku gjykohen rastet e dhunës seksuale në kohë lufte, te rastet e dhunimit nuk kërkohet vërtetim apo dëshmi të tjera për të konstatuar që ka ndodhur një dhunim. Vetë dëshmia e të mbjetuarve të dhunës seksuale, ku është përcaktuar edhe me protokollin ndërkombëtar për trajtimin e rasteve të dhunimit, thotë se është dëshmi e mjaftueshme për ta akuzuar apo edhe për ta dënuar një kryes të dhunimeve. Sikurse edhe në liri e po ashtu në kohë lufte, sigurisht dhunimi nuk ka dëshmitar, nuk ka njerëz që mund ndoshta ta dëshmojnë. Edhe në këtë rast domethënë të pas parasysh që ka qenë kohë lufte, nuk ka pas dëshmitar në momentin kur ka ndodhur dhunimi. Për më tepër viktimës përveç dhunimit gjatë asaj kohe derisa ka përfunduar dhunimi, ju ka vrarë babai në abort të shtëpisë, ku i njëjti para se ta vresnin ju drejtohet Zoran Vukotićit me emër, sepse Zoran po na bën këtë, domethënë kur i ka hyrë në shtëpi dhe kur ka filluar malltretimet. Domethënë ka qenë i identifikueshëm nga babai i saj, sepse Zoran Vukotić ka qenë i njohur në rrethin e vushtrisë për krimet që i ka bërë sidomos gjatë periudhës së luftës, si një rezervist policor dhe të gjithë ata domethënë që kanë pas kontakt me të e kanë njoft. Pra në këtë rast viktima ka dëshmuar si në polici, në prokurori e po ashtu edhe gjatë dëshmisë në procesin gjyqësor që babai i saj para se të vritej ju ka drejtuar me emër Zoran Vukotić. Dhe në momentin kur e ka parë domethënë rastin e parë Zoran Vukotić që është arrestu, viktima është paraqitur dhe bindshëm ka dëshmuar që ky ka qenë kryesi i saj. Kështu që ne kemi menduar që janë provat mjaftueshme këto dëshmi domethënë të deponuara në hetuesi, mandej edhe procedura gjatë procesit gjyqësor, por fatkeqësisht gjykata nuk ka kriju bindje dhe nuk e ka shpall fajtor me këtë dëshmi.